dhe krizë me betonimi i saj ma ka dëmtu timponin e veshit tonë së djathtë. Pa pritmas e kemi ndëgju një shpërthim mrapa kamionov. Keni njohuri lidhje me rastin e fshatit Bajsk. Derisa kemi qenë shkëmbimtar me këtë grupin terrorist, në momentin që kena arrit me largu rashterin, është shfrytzu situata dhe janë afru, kanë gjuhë granatën e dorës, dyshoj granatë dorës, e cila për fat nuk e kalu kamionin, por është aktivizu mi kamion, ku isha unë atë. Dhe krizë me betonimi i saj ma ka dëmtu timponin e veshit tonë së djathtë. Për mes dhomës komanduese kemi marrë një informatë se në fshatin Bajsk, një njësi kufitare cila ka qenë duke u kthyer, ka bon ndrrimin e kolegëve duke u kthyer, e ka vrejtë se ura që shpije në fshatin Bajsk është bllokuar prej 2 kamionëve. Prej aty pasi ministër në drejtim të fshatit Bajsk, me të arritur në fshatin Jeshevik, ato pa pritmas një vetur Golf 3 ka hyrë pe një rrugisë në mesin e 2 veturave tona, dhe të njëjtën ku befas është kthyer në drejtim zveçanit. Këtë veturë kam ndaluar dikon rreth 150 metra në ulsin përparme të automjetit. E kemi gjetë një antenë e cila ishte e tipit Motorola. Dhe për shkaqe që situatës që ishte në Bajsk, ne jemi mundu shumë shpejt me bo kontrole dhe me vazhdu drejtim kolegëve të unë që kishim. Një dallim për hera tjera, se ne kemi patrullu edhe ma herë të fshat, kemi vrejtur se shumica e shtëpive ato kanë qenë me drita, nuk kanë pasur në realizu drita të fare. Shumica. Ndërsa ku ishim ne, ka pas edhe shtyllë që i ka pas 2 drita të vendosna, ka qenë një ndryshim shumë i mirë. Tu edhe me njënën pe i kolegëve kom bisedu edhe i kena dalë para kamionën në hyrje të fshatit Bajsk, për shkaqe sigurimisht me shiqua ka edhe diçka tjetër anë përpara. Dhe gjatë bisedës me kolegun, i thonë edhe mos mi prek njerë kamionës se mundën me pas në eksploziva, diçka tu diskutu kemi qenë, pa pritmas e kemi ndëgju një shpërthim mrapa kamionov, detonim shumë i madh. Dhe pa ndër prej zhurma e detonimit kanë fillu shtëna nga vendet e ndryshme të fshatit. Dhe nga ato unë kam fillu t'i kundërvyem me armën time zyrtare. Kam kaluar te kamioni i dytë mrapa, që ishte domuna i ka qenë ma përmas se ky pari, dhe ato e kam vrejt dikun rreth 1,5 metra ka qenë një koleg i shtrirë. Kam thirr polic koleg, por nuk është përgjigj, s'ka lëviz. Atëherë jam afru shumë shpejt. E ka pas dorën e majtë, kështu ka qenë një krysur, e kom kop dorën, atëherë e kom vërejt që është rashteri. E kom vendos dorën e djathtë në qafë për njëherë, me shqu se a ka puls, por për shkak gjutje, krizma nuk ka mujtë me kuptu. Për mes radios, i kom thirr kolegët që të dëmtohet ndryqimi aty në vend. Ky kolegi një nëshës e ka marrë veturën tonë dhe është ardhur tek unë edhe rashteri. Më ka thonë kolegë s'po muna vetën me vendos në veturë, atëherë kom kërku nga kolegë që ishin më lartë, të na asistojnë, të vinë poshtë, me na asistu derisa të vendosëm rashterin në veturë. Gjatë gjithë kohës kam qenë duke shkëmby, duke u gjuajtur me njësitin, me grupin terrorist, për shkak mos milon mu afru, ku edhe ata ofër njerëz kanë qenë prej 10 deri 15 metra. Ku ata ofër njerëz kanë qenë prej 10 deri 15 metra. Dhe kja që bën me kuptu që kanë qenë aq ofër, vetë ku është dhezë, do mund që detonimin që e kanë bo, ka qenë para kamionëve në cevat që janë të betonit, në të ato. Nuk jam ekspert, po mund të them që është përdor pe armës më të lehtë deri te arma më e rëndë
që përdoret për automjetet blinduar. që përdoret për automjetet të blinduara. Vetë fakti që është përzgjedhur ky fshat nga ky grup terrorist, na shtë me mendu se ka qenë një grup mirë i organizuar, mirë i trajnuar dhe shumë mirë i pajisur me armatim, gjë që na ka bëu me kuptu se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet paraushtarake, ka qenë errësim. Identifikimi plot nuk kemi pas mundësi me bë, por këta që kanë qenë afër poshtë, Identifikimin e plot nuk kemi pas mundësi me po, por këta kemi vrejtur se kanë qenë me uniformë dhe kanë pas maska.